A keni menduar ndonjëherë se si mjekët arrin të shohin brenda trupit ton pa bërë asnjë prerje? Si zbulojnë një frakturë të vogël, një tumor në fazat e para apo një problem që ne vetë nuk e ndjejmë ende? E pas këtyre syve të padukshëm të mjekësisë që shohin më thellë se ne të tjerat, qëndrojnë radiologu, një profesionist që lexon historitë e trupit ton përmes imazheve. E sot kam kënaqësinë të bisedoj me Shkëndije Nuzën, specialiste e radiologjisë, e cila çdo ditë ndihmon pacient që të zbulojnë përgjigjet që fshihen pas një radiografie, një ultrazëri apo një skaneri. Do të flasim për mënyrën si teknologjia i ka dhënë sy të ri mjekësisë, për përgjegjësinë që mbar ky profesion dhe për rrugtimin personal të doktoresh Shkëndijes, një grua që ka zgjedhur të lexojë atë që syt tan nuk e shohin dot. Ky podcast mbështetet nga United Hospital. Doktoresh, mirë se erdhe në podcastin Shëndetin Rend Parë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Doktoresh, e fillojmë me këtë podcast me pyetjen se cili ndi pasioni juaj që të studioni mjekësinë dhe pikërisht të jeni sot një radiologe. Pasioni që t'jesh të studiosh mjekësi. Mjekësia është një shkencë humane, si quhet. Dhe gjithmonë e ndjenja se si do t'i ndihmosh dikujt, është ndihma e parë që të ofrohet. Do të thonë, është pjesa më e rëndësishme e jotja, është do ta zgjedhësh mënyrën se si do t'i ndihmosh popullit, t'i ndihmosh vetes së të gjithëve. Pasioni për mjekësi, do të thonë, ka qenë qysh fëmijë. Nuk jam pe aty në fëmijëve që gjithë Doktoresh me atë pjesën e kontrollit të thjesht në atë kohë si fëmijë apo pikërisht radiologjia? Nuk e njeh, jo, nuk e njeh doktoresh, vetëm doktor që do t'i kontrollon të tjerë, do të merret, do të ndihmon fëmijët, do të ndihmon të rriturit, moshat e vjetra, dhe në përgjithësi, radiologjia pak a shumë atë kohë kur kem qenë në fëmijë nuk ka qenë si diçka shumë e njohur. Po me hapa të më të tjeshëm, pastaj është ardhur gjithsesi duke bë. Ndërsa me regjistrimin e vitin e parë të fakultetit të mjekësisë, pastaj edhe me kohën pasi kalon në pjesën klinike, shkon duke analizuar vetveten se cila është pjesa jote se ti pasi përfundon studimet 6 vjeçare, pastaj do të vendosësh se ku do të specializohesh dhe cilin drejtim do të merresh me cilin do të ndihmosh pjesa jote e rëndësishme ku ti do ta gjesh veten më mirë. Dhe secilin lan pastaj të pjesa klinike duke analizuar, shkon duke pa veten se ku gjendesh më mirë, kush të tërheq më shumë dhe cila është drejtimi që ty do të sfidoj në të ardhmen. Them të drejtë, kur kam përfunduar studimet e fakultetit mjekësisë, dy alternativa të mia kanë qenë se gjithmonë pjesa ime e rëndësishme është fëmia. Të mirësh me shëndetin e fëmijës. Edhe kam menduar dy gjëra. Të merrem me pediatri, që është drejtimi i fëmijëve, dhe të merresh me radiologji. Alternativa e dytë, e ju them edhe specializantët të radiologjisë sot, them unë alternativë të parë nuk kam pas radiologji në fillim. Po. Por kam pas pediatrinë dhe radiologjin si alternativë të dytë. Pastaj vendoset se ne kur kam përfunduar studimet kemi një stazh 6 mujor, pastaj punën mund ka dashur të pres diku rreth 4 vite. Për arsye që nuk ka pas një kohë konkurse, nuk ish për specializime. Dhe pastaj u shkon para se të konkurroj, e kam dhënë mendjen se drejtimi që do të konkurroj do të jetë radiologjia. Edhe të them drejtën nga ajo ditë që kam marrë radiologjinë dhe deri sot asnjëherë nuk jam penduar për këtë gjë. Po jam gjithmonë më tepër krenare për këtë që kam bën një zgjidhje jashtëzakonisht duhur. Për arsye se radiologjia është, si quhen botë, mbretëresh e gjitha drejtimeve. Për arsye se por edhe përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe në këtë drejtim se në këtë aspekti do të japësh klinicistit drejtimin e duar apo drejtimin e gabuar. Në këtë rast që është jeta e pacientit. Shumicën e raste ty shpesh të duhet si radiolog, sidomos të rastet të rënda, të traumat të rënda, ty duhet për shembull je në ndrime natës. Edhe ki përgjegjësinë je ti vet, edhe ke krejt drejtime tjera që kanë me vendos për operativ cili është pjesa që ty duhet ta marrësh ti japësh drejt që të intervenon më shpejt. Cila është pjesa me lëndime më shumë dhe kërcënim jetësor që ti duhet të thuash që në këtë drejtim do të shkosh se ky është pjesa që i kërcënon jetën. Edhe kur ti kesh afër diku më spaku 10 mjek pa drejtimeve tjera, do të shafësh shumë, do të vendosësh jo 2 sy, po 4 sy, 6 sy, do t'i bësh të gjitha. Me qetësinë më të madhe të vendosësh se veç shkon eliminon pjesë për pjesë.
kjo është me rëndësi, kjo s'është me rëndësi. Edhe në këtë mënyrë i vendos jetë edhe jeta pacientit varet nga vendimi yt, nga raporti yt që ti ke shkruar atë. Doktoresh, 6 vite studim, një udhtim i gjatë. Si ishte për ju, sidomos në ato vite që ju keni studiuar? 6 vite, do të thonë fakulteti mjekësisë, gjenerata, do të thonë qysh ka 2 vjet para gjeneratës sime, ka filluar me 6 vjeçar, se ka qenë sistem 5 vjeçar i studimeve. Kemi filluar jashtë objekteve të Universitetit të Prishtinës dhe kemi përfundu jashtë objekteve të Universitetit të Prishtinës në periudhën e viteve 90, si të gjithë e di, në periudhën të cilën ku gjitha shkollat kanë qenë të mbyllura dhe shtëpi shkolla kanë vazhduar gjithë, edhe fakulteti mjekësisë njëjtën punë kanë bë. Unë jam pe gjeneratat të cilat edhe praktikën profesionale të anatomisë me kadavra kena qenë në Tiranë. Nga një javë secili grup kena shku në Tiranë. Nuk ka mujtë të thotë ka Prishtina, por çdo të thotë ka Maqedonia me një leje veçantë, me një torturë të jashtëzakonshme në kufinin e Maqedonisë Shqipni, në të cilën kena kalu jo dhe aq mirë, por nuk është ndalu nuk na kanë, po sfida të rënda kem kalu me ta. Kem qëndru një javë në Tiranë për me pa me pa kadavrën për herë parë parasysh se në Prishtinë nuk kish mundësi se ishin mbyllur Universiteti i Prishtinës. Pastaj pjesën tjetër, faleminderit pi profesorëve dhe asistentëve, kur kem kalu të pjesa klinike, kemi mbajtur në ordinancat e tyre private. Domethënë kena bënë ushtrime grupore në për ordinanca private. Më vonë është hap edhe në spitalin Nan Tereza, që ka qenë në Vranjavc. Dhe aty një pjesën e Sot kodra e trimave. Sot kodra e trimave, në të cilin ka qenë spitali ginekologjik, kanë qenë kirurgji, kanë qenë plot drejtime të cilat kena vazhdu me ushtrimet, por parimisht shumicën kena ma shumë teorik se sa praktik, se nuk ka pas shumë mundësi me pas shumë paciente. Mirë, por pastaj mbas studimeve të juaja, kryerjes së fakultetit mjekësisë, ju keni bërë dhe stazhe, praktika, cilat sot ju kanë ndihmuar që t'jeni një radiolog i shkëlqyer. Por më trego, të lutem, se si është dita e një radiologu, konkretisht dita juaj? Dita një radiologu fillon në vendin e punës, nëse unë si të thaqë me zgjim nga gjumi nga ora 6, ose ma herës e 6 mëngjesit, për arsye se në ora 7 veç du t'jem vendin e punës. Edhe pastaj pas një mbledhjet mëngjesit, që kemi në kolegjumin e klinikës, se cilin me bazë të organogramit në cilin ekziston, e ki ditën e caktuar se në cilin kabinet ti do të punosh. Në cilin kabinet do të punosh, pastaj e ki varet nga a do të punosh te pjesa e rentgenave, a do të punosh te pjesa ultrazanit, te mamografit, CT, rezonancë, apo edhe te biopsit. Se unë jam edhe një pi radiologës që jam intervent jo vaskulor, po pjesën që e biopsive që mirët. Më thonë, bëj pjesë në grupin edhe të radiologëve intervent. Është një pjesë që neve është jashtëzakonisht biseda me pacientin, sqarimet, ekzaminimet, kur je te pjesa ultrazanit edhe te pjesa mamografive edhe të biopsit jenë kontakt direkt me pacientin, ndërsa te pjesa që punon me CT me rezonancë, e ki vetëm imazhe. Domethënë e sheh pacientin vetëm përmes imazhe. Cilat janë llojet kryesore të ekzaminimeve që kryeni më shpesh në radiologji? Në radiologji kryen pothuajse të gjitha llojet e ekzaminimeve që kryen. Domethënë radiologjia duke filluar nga rentgeni që është një metoda më të vjetra, apo ndryshe që quhet radiografia konvencionale. Pastaj në konvencional bën pjesë edhe ultrazani, ku bën gjitha llojet e ekzaminime me ultrazan, qoftë ekzaminimi i abdomenit, pelvikut, është ultrazani i gjivë, ultrazani i qafës, i gjandrës tiroide, i enëve të gjakut që quhet edhe Doppler. Pastaj janë edhe biopsitë që kryen në përcjellje të ultrazanit, qoftë gjirit, qoftë gjandrës tiroide, qoftë mëlçi, pankreas, veshka, gjitha kryen në përcjellje të apo gjandra limfatike, në përcjellje të ultrazanit. Edhe pastaj është ekzaminimet me Doppler ku kryen gjitha enët e gjakut, qoftë të pjesës së qafës, qoftë të veshkave kur kemi dyshimin e hipertension, të ekstremitete të sipërme, të ekstremitete të poshtme. Pastaj në ekzaminimet me CT ekzaminim ku aparatet janë të ndara sipas CT-a emergjencës, është pjesa e emergjencës ku punuan kryesisht rastet emergjente, përqindja më e madhe e rasteve emergjente dhe për shkak të afërsisë me emergjencën kryen edhe biopsit me nën përcjellje të CT-s, gjithmonë se duhet me pas parasysh se secili ekzaminim procedurë intervente bëhet një shkallë të riskut sa do të vogël,
të komplikimeve që nuk janë të shpeshta, por që mund me pas që për të cilat njëkohësisht edhe njoftohet pacienti. Paraprakisht i sqarohet që mundet me pas një komplikim sa do i vogël që me pas gjatë procedurës. Komplikimi më i shpesh që mundet me ndodhë të biopsitë e mushkrive, është për shkak se mushkrit kanë shumë më mund të kur është procesi apo ndryshimi në pjesën qendrore, mund të shkaktojnë një pneumotoraks, por që shumë lehtë menaxhueshëm përmes emergjencës dhe kirurgjisë torakale dhe por që nuk është komplikimi i shpeshtë, është komplikimi i rrallë. Doktoresh, shumë njerëz mendojnë se radiologjia është vetëm rreze X. A mund të na shpjegoni në mënyrë shumë të thjeshtë dallimin mes radiografisë, skanerit, rezonancës magnetike dhe ultrasorit? Radiografia dhe CT ekzaminimet apo skaneri punojnë me rreze X. Edhe mamografia, po për dallim prej CT-s dhe rentgenit, mamografia ka një dozë jashtëzakonisht ulët të eksponimit. Se rreze X absorbojnë më shumë të kockat, për arsye se kanë përmbajtje më të madhe të kalciumit. Edhe domethënë deponohen aty më shumë ku ka absorbohet nga trupi më shumë te pjesa e cila ka strukturë kockore. Struktura e gjirit nuk ka int kockore dhe për këtë arsye dozat që përdoren për eksponim janë jashtëzakonisht. Nuk është e rrezikshme. Nuk është e rrezikshme. Pra sepse doja të pyesja edhe më herë dhe për punën e mamografisë, sepse shumë njerëz mendojnë që nga mamografia mund të shkaktohet dhe kanceri. Në shumë rrjete sociale shpesh është diskutuar, është bërë si informatë që mos bëni mamografi se shkaktohet kanceri i gjirit. Ende nuk ekziston një punim ose një njoftim zyrtar për institucione më të larta që merren me hulumtime shkencore botërore, se nuk domethënë hulumtimet shkencore bëhen në nivele botërore shumë të larta, dhe cilat diskutohet se mamografia është shkaktar i kancerit të gjirit. Mamografia ka periudha të caktuara kur bëhet, nuk bëhet më shpesh se një herë në vit. Bëhet kryesisht atë raste që nuk kanë gjetje patologjike, bëhet një herë në 2 vite. Nuk bëhet mosha të reja, po bëhet mbas moshës 40 vjeçare. Domethënë ka periudhat e veta të cilat të ekzaminimit në të cilat i nuk prek moshat e reja. Nuk bëhet mosha të reja. Në moshën e nën 30 vjet ose mbi 30 vjeçash mund të bëjmë vetëm një femër e cila ka një anamnezë familjare shumë të lartë pozitive, domethënë një zinxhir familjar me shumë të lartë pozitiv, ku hyn gjyshja, nana, motra, teza, gjithçka nëse shkojnë një zinxhir me shumë persona në familje me kancer gjirit, atëherë bëhet lejohet bëme mamografi, ndërsa nuk lejohet në moshën 40 vjeçare asnjë femër e cila nuk ka dhëna për një histori familjare me anamnezë pozitive për kancer gjirit. Ndërsa te pjesa ultrazonit punon me val ultrasonografike me piksel. Edhe nuk ka të bëjë me rrezatim ionizues. Domethënë nuk ka të bëjë fare. Nuk ka të bëjë me rrezatim ionizues. E shef një ultrazon për shembull e bën edhe ginekologu. Ginekologu përcjell stazanin me përcjellje të ultrazonit. Por ka raste për shembull të flasim te ekzaminimi e radiografi. Kemi një rast traume, flasim. Një femër në nën shtatzan, nuk lejohet asnjëherë të bëhet. Por nëse kemi të bëjmë jeta vdekje, për shembull është një traumë shumë e rëndë dhe pacienti do të vendoset për një aksidente, a do të operohet apo jo, me mbrojtjet e pjesës së barkut, ku është beba në zhvillim, lejohet se gjithmonë prioriteti është jeta e nanës. Në mjeksi gjithmonë është prioritet jeta e nanës. Edhe në këtë aspekt nëse mbron fëmijë një ekzaminim, po jo ekzaminime të shpeshta të përsëritura i ndihmojnë nanës. Një frakturë nuk mund ta diagnostikon asnjë ekzaminim tjetër më mirë se me rentgen. Gjithmonë nëse ka, po këto janë raste shumë të veçanta në të cilit para se të realizojsh, ja sqaron nanës i thotë, ky është ekzaminim me rreze, mundet me pas ne e mbrojmë frytin, se janë mjetet mbrojtëse të cilat i përdorin për mbrojtje të pjesëve të cilat nuk ekzaminohen. Por nëse nesër thot dikush që ke bën një ekzaminim me rentgen edhe është dëmtuar fryti, nuk është që të ka ndodhur. Se një rentgen i mushkrive për shembull, llogaritet sa 7 ditë pushim ndeti. Domethënë, çfarë është doza e rrezatimit që mundesh me marrë me një rentgen të mushkrive, që nuk është një dozë e madhe. Ka ndodhur pacientë që kanë pas me smundje specifike, për shembull të mushkrive dhe kanë qenë shtatzan. E kanë përcjell me rentgen mushkrive dhe fëmia janë shumë jashtëzakonisht vazhdojnë jetën normale dhe është një procedurë, por këto janë gjithmonë vetëm në raste specifike, edhe në rastin të cilat është e domosdoshme dhe jeta e nanës është mu vlerësuar jeta e nanës, atëherë vendoset për mu bë. Edhe te rastet e traumave, në të cilat vendoset kur prioriteti i jetës vendoset, i tregohet edhe nanës, edhe prindit tjetër, se ky është ekzaminim bëhet që të mirë, por është e nevojshme për komplet arsye të jashtëzakonisht është arsyeja edhe vendoset pastaj a ka me bë apo jo.
Pastaj është pjesa të CT-ja dhe rezonanca. Ekzaminimi me skaner apo CT është tomografie kompjuterizuar, është normal që ka doza të larta, shumë të larta të rezatimit. Por këto bëhet zakonisht kur është të dyshime të një smundje specifike, bëhet të dyshime të cilat kryesisht i vendosin mjekët klinicistë ose mjekët emergjent të rastet e traumave. Ndërsa ekzaminimi me rezonancë magnetike nuk ka rezatim, se punohet me fushë magnetike. Emet e rezonancës magnetike është për shembull koha gjatë ekzaminimit. Te fëmia duhet nevojitet sedacion, për arsye se fëmia nuk mundet me nejt, nuk rrin se qëndrosh në një ekzaminim që zgjat minimumin 15 minuta ekzaminimi më i shkurt, edhe ti deri në 30-40 minuta një ekzaminimi më i gjatë, apo nëse ndodh me bëni whole body MRI që bëhet krejt trupi, që bëhet ekzaminim zgjat më shumë se 1 orë, atëherë është qëndrosh pa lëviz është pak shumë e vështirë. Tek fëmijët po. Edhe kemi edhe të rritun që janë klaustrofobik, për shkak të nuk janë të shpeshta, po është hapësirë e mbyllur, është hapësirë e mbyllur, edhe është formën një tuneli të ngushtë, që varet, për shembull në klinikën e radiologjisë kemi të ndryshme, me mallësi të ndryshme, kemi me 60 të Spitali i Fëmijëve diametri i gjerësisë, kemi me 70 dhe me 80 gjerësi. 80 është më e gjana që është shumë e favorshme për shumicën e njerëzve, për arsye sidomos ata që kanë me pesha më të larta. Këto ekzaminim pacientët që kanë, por gjitha janë të mbyllura, nuk janë të hapura. Ka në botë ekzistojnë edhe mëri të hapura, por ato zakonisht janë me Tesla më pak. Domethënë këto në klinikë janë me 1.5 Tesla fuqia e veprimit të punës, ndërsa rezonancat e hapura janë me 0.4-0.5. Në një udhtim timin për ndoshta para 10 viteve në Bukuresht, në kuadër të një trajnimi një javor të radiologjisë evropiane pediatrike, u punoj me rezonancë të hapur të Spitali i Fëmijëve, por një ekzaminim zgjat ke spaku 40 minuta deri 1 orë, që është pak e vështirë se fëmia duhet pushon her mas here, duhet të ekzaminohet, duhet bën, zgjat ke jashtëzakonisht shumë ekzaminimi. Kështu që kjo është pjesa e saj që ndërsa për aspektin e rezatimit është nuk ka rezatim, punon me fushë magnetike, por edhe nuk është për raste urgjente. Por si duhet që t'i qetësojmë pacientët të cilët kanë frikë nga ekspozimi rezatimit apo nga hyrja në ato tunele të ngushta që duhet të shndrojnë për më shumë se 15 minuta? Çfarë metode përdorni? Pacientët së pari do t'i sqarohet pas çdo ekzaminimi është një fletë të cilin pacienti vetë do ta mbush. Në të cilin do t'i sqarohet pacientit se cilat nëse kemi të bëjmë me CT tomografit kompjuterizuar apo skaner, i sqarohet që punon me rezatim ionizues. Apo siç e quajnë rezonancën, ashtu edhe rezonancën e quajnë, domethënë ekzaminimi thellë populli, që nuk e di ku ka dalë kjo, më thonë për arsye se ekzaminimi në shtresa më të holla, po nuk e di më detajzuar, ndoshta për kësaj del edhe rrjedh kjo diskutimi, por është i sqarohet, domethënë pacientët të cilët pacientë nuk guxojnë të bëjnë rezonancë magnetike, për shembull pacientët të cilët posedojnë pacemaker. Pacemaker është apo siç e quajnë populli pacientët me bateri në zemër. Apo ata të cilët e kanë të vendosur jo stenta, jo bypass, po stent është një lloj aparati i cili vendoset në anën e majtë të zemrës, një pjesën që e stimulon aktivitetin elektrik të zemrës, e cila ka po ashtu ka bateri. Edhe fusha magnetike e ndal bateri. Edhe nëse ndalet bateria, se aparati pacemakerit e çon stimulime elektrike, se zemra punon me stimulime elektrike, të cilat i kanë nyjet të veçanta që merr aktivitet elektrik dhe bazë asaj edhe pulson. Edhe aty edhe nëse do ta ndal ty aparatin rezonanca, pacienti mund të mbetë në tavolinë. Kjo është një pyetje. Sigurisht që para tekniku gjithmonë e pyet përpara, se shpesh ka që nuk lexojnë nëse kam syzat ose ato ja interpreton pikat shkurta. Domethënë a ki pacemaker? Pyetja parë është pacemakeri. Pjesë tjera janë ki implantet e veshit që janë metalike. Pastaj përpara kanë qenë protezat e vjetra, pacientët që kanë vendosur në pak më gjatë kanë vendosur proteza metalike. Në për gjymtyr? Po në gjymtyr. Po të gjymtyrve. Në ekstremitete, po. Po, ekstremitet kanë vendosur
proteza, ato kanë qenë kontraindikacion për arsye se e tërheq metalin. Ndërsa kohëve të fundit punohet me titanium, i cili nuk është kontraindikacion për rezonancë magnetike, edhe është i tolerueshëm shumë mirë, edhe ekzaminohet pa problem. Domethënë e kryen rezonancë magnetike edhe pacientit që ka proteza në cilën do pjesë trupit, por që janë kryesisht me materialin e titaniumit. Pacientët të cilët kanë është një dilemë se shpesh nuk e sharën, kanë vendos stentat nuk ose graftët janë disa procedurat e enëve vaskulare. Stentat janë të zemra edhe të enë të gjakut të secilës pjesë, kur për shkak mbylljes vendosës stentot apo një kanal i cili zgjeron. Pastaj edhe aorta, nëse ndodh, aorta është arteria më e madhe e trupit të njeriut, e cila shpesh ndodh që zgjerohet jashtëzakonisht dhe rrezikon të pëlset, e cila është edhe burimi kryesor i furnizimit me gjak të krejt trupit, e shpërndan trupin e gjakun krejt trupin, gjitha pjesët e trupit të njeriut. Mund të zgjerohet edhe shpesh janë intervenimet që quhen grafte, e cila ngushton dhe e formson lumenin e aortës, edhe në këtë mënyrë pacientët shpesh ankohen që a duhet bëj rezonancë magnetike. Vetëm për shkak procedurës operative në 6 muajt e parë nuk lejohet dhe pastaj pas 6 muajve është e lejueshme të bëhet ekzaminimi. E qartë. Doktore, çfarë aftësish ose cilësish mendoni se janë shumë të rëndësishme për të qenë një radiolog i mirë? Sikur çdo mjek, humaniteti është pjesa më e parë. Humaniteti është pjesa e parë e punës. Domethënë, ta fillosh punën edhe ta shoh mos të shohësh si objekt, por vetë si qenie njerëzore se kur gjithë që jemi. Edhe kjo është pjesa e asaj, të punosh shumë. Se të krysh një fakultet mjekësisë është një periudhë e gjatë. Edhe merr një mundi jashtëzakonisht të madh. Por të bësh një specialist, edhe të fillosh si specialist nuk ka përfunduar gjeta. Duhet të shkosh në trajnime të vazhdueshme, mjekësia ecë çdo ditë. Përparon çdo ditë, intervenohet jashtëzakonisht në botë sot ka mos kur të kesh bësh me pajisje. Me pajisje edhe me procedura që me procedura. Për shembull në botë ke të pjesën ortopedike ki specialist që specializon vetëm njën e dorës. Njët e një gishti edhe merret të njëjtën veç me çat procedurë. Domethënë kam rrinë çat nivel që shko vetë te ne jemi duke mundu me bë profilizime, për arsye se është jashtëzakonisht e nevojshme të bëhet profilizime të ndahet në deg, se nuk mund të jesh një radiolog i mirë në gjitha profilet. Je një pjesë, por derisa avancojnë procedurat çdo ditë më shumë, ke nevojë të ngritesh secilën më shumë. Trajnimet duhet të jenë vazhdueshme. Unë ndoshta kam një periudhë nga 2007-2008 kam filluar specializim dhe deri më sot, llogaritet se gati 20 vjet përvoj pune, 18 vjet përvoj pune. Edhe unë ende çuj vete që kam ende shkoj. Ende nuk ndjeki konferenca, ndonjë herë në konferenca, po kryesisht ku ka grupe të vogla punuese, ku ka kurse për procedura të reja, për procedura intervente, për procedura diagnostike të reja, për arsye se kem nevojë vazhdimisht është djesi na jemi një vend i ri që i sapo dalur nga lufta me vazhdimisht me gjithmonë të mundu me ngrit sa më shumë me fut procedura diagnostike sa më sofistikuar që përdor edhe bota, edhe në këtë mënyrë secili prej nesh duhet të ngritë vazhdimisht të ecë përpara, të merr pjesë në trajnime, në konferenca. Tash faleminderit Zotit është edhe kena me këto situatën pa viza, është që na kanë leju i na shumë mirë. Se unë të tham drejtën, kam në atë përvojën që kam apliku, nuk e mbaj mend sa herë në për ambasada. Sa herë kam shku në për ambasada, sa herë kena prit me orë të tona, sa herë na kanë kthy, sa herë nuk na kanë kthy, sa herë kena marrë vizat të aplikojsh edhe për vendet e regjionit, që ka qenë ish shteteve të Jugosllavisë. Ti ke marrë një vizë që të ka vetëm një ditë përpara dhe nëse ke qenë 4 ditë ki marrë vizë 6 ditore. Që s'ta ka leju as një ditë ma shumë, as një ditë ma pak me qëndru në shtetin e tyne, edhe nëse ki pas edhe mas 1 muj, 2 mujve me shkut njëjtin sen, sërish është dash me vazhdu me njëjtën procedurë të aplikimit për viza, dhe gjithmonë 1 muj përpara, ma shumë se 1 muj përpara është dash me apliku për viza. Edhe sot është gjithçka më e lehtë. Shumë më e lehtë, sot vetë siguron një bilet, e ndonë kohën, e pastaj e vendos ku do të shkojsh, sot është interneti cili të lejon të shofësh çdo trajnim, çdo shkollë, tjetra është edhe më e lehtë që është përmes Erasmus ti ki shkëmbim studenta që është jashtëzakonisht e mirë për përvojat, sidomos edhe gjatë studimeve ta shohin se si funksionon bota, si janë pjesët e studimeve, si studiohet,
Gjitha është Të ndërlidhemi pikërisht Po. me pjesën e teknologjisë e asaj që po evoluon në botën moderne. Si ka ndikuar zhvillimi i teknologjisë në fushën e radiologjisë viteve të fundit? Ka ndiku jashtëzakonisht shumë, po të them të drejtën, po të flasim për shembull ultrazanat, sot janë shumë kanë qenë shumë të thjeshtë, sot janë shumë të sofistikuar. Sot me ultrazon përveç që mund të bëhet me ultrazoj zakonshëm i thjesht, dy dimensional, siç e quajmë ne, po radiologjia kryesisht punon me dy dimensional, nuk punon me tri dimensional ose siç e quajnë ginekolog me procedura tjetër, po radiologjia është dy dimensional te ultrazani. Ndërsa te CT dhe rezonanca ka procedurën e tridimensional, se sa kuptojmë në botë në hapësirë janë vetëm 3 dimensione. Edhe janë kanë qenë sot me ultrazon bëhen shumë procedurë, ka dhe ultrazon intervent, i cili bëhet punon gastroenterologu bëhet përmes ezofagut dhe futet dhe shef edhe pankrasin edhe rrugë biliare dhe pjesë të rëndësishme që për biopsi brendshme, domethënë e njëjtë me endoskopinë. Pastaj kemi edhe ultrazon me elastografi. Elastografia është një procedurë e cila ma dëndësinë dhe fortësinë e indeve. Ne kemi elastografin të procedura e gjirit, e cili ka ndoshta kemi 8 vite që posedojmë. Domethënë e matë fortësinë e indit, se ka 2 lloje të elastografisë, ndërsa elastografia e abdomenit matet sidomos te dyshimet e mëlçisë, kur dyshimi për cirozë të mëlçisë, domethënë kur mëlçia humb funksion për shkak të infeksioneve të ndryshme dhe është territor shumë i përshtatshëm për zhvillimin e tumorëve malinje. Edhe në këtë mënyrë kur është në fazat e hershme, kur ende është diskutabile diagnostikimi i saj, është elastografia që ndihmon jashtëzakonisht shumë. Në botë po flasim në Evropë dhe vendet e regionit përdoret edhe ultrazani me kontrast, që është një metodë jashtëzakonisht e mirë. Ka njerëz shpesh e zaventon dhe te kalon rezonancën magnetike. Por ende që te ne në Kosovë ende nuk e përdorim. Nuk e di se aparatet nuk kërkojnë shumë aparatet tona, për arsye se veç është software, nuk është aparat i ri, është vetëm pjesë softverike. E kontrasti ultrazanit, sipas informatë që dim edhe pe botës që shihet dhe takime me kolegë që punojnë në region, është një bajag i llogaritës shumë i kushtueshëm, por nuk përdoret për shembull në një periudhë kur un kam qenë në Grac, bëjshin ekzaminimin që si ne bëhet me rentgen apo fluoroskop me urografi intravenoze të fëmijëve, me ipet kontrasti, me ekzaminim me fluoroskop që mundu maksimum i kursejmë fëmijët, por vetëm eksponimi vetëm minutat e caktuar bëjmë. Atje bëhet me ultrazon me kontrast. Domethënë e ki softverin e kontrastit, e ultrazanit, i cili e njeh kontrastin, se kjo është mënyra që ai e njeh, është i ndërtuar në atë mënyrë që e njeh kontrastin si aplikon dhe përmes saj e shën real time se si po kalon a është veshka zgjanone, a janë kanalet e veshka apo ureteret a janë të lirë, edhe deri te fshika urinare, që është jashtëzakonisht procedurë pa rrezatim, edhe është shumë e lehtë e thjeshtë. Vetëm se vetëm i gjash që merr pak kohë, edhe tash dorimi i fëmijëve është gjithmonë shumë i vogël. Nga gjithë këto procedura që ju sapo përmendët, jo për t'i demotivuar apo për t'i friksuar qytetarët, po thjesht për ta ditur këtë informacion, cila nga këto procedurat është më shumë e dhimbshme? Nga ato që cekem të dhimbshme s'janë asnjëra. Vetëm duke filluar nga përveç biopsit, por të cilat bën në anestezion lokal, ato që nuk ndjehen, që nuk shkaktojnë dhimbje. Ato nuk, për shembull biopsia kockës mund me kon pak më shumë e dhëmshme, për arsye se pjesa kortekse apo pjesa mbështetëse jashtëm i kockës me anestezion, kur jap anestezion nuk është që e ndin shumë dhimbjen, domethënë zvogëlohet përqindje jashtëzakonisht madhe dhimbja. Këto janë pjesë të cilat mund të shkaktojnë dhimbje. Përndryshe, as ekzaminimi me rentgen, as ekzaminimi me ultrazon, mamografinë e çujnë shumica grave thonë është e dhëmshme kur është për arsye se bëhet me shtypje, po ajo shtypje zgjat 10 sekonda, kështu që nuk e kuptoj, un kam bë për veti, kam bë më shumë se 4. Edhe sado kudo nuk e shoh si procedurë shumë dhimbshme. Për arsye se ka një qëllim, se vetë puna e saj është me shtyp gjinin, me shpërndaj indin e gjirit edhe me bë gjetje që janë jashtëzakonisht fine timta kur ende pa prekshme për dorën e njeriu. Dhe pacienti vet nuk mundet me detektu. Edhe ultrazonin në atë fazë nuk më e shef. Për arsye se bëjmë do kalcifikate të vogla, të cilat janë të grupuara dhe janë baza një tumori dhe
ajo pastaj kur ende nuk është kriju mas, domethënë kur ende vetëm se ekzistojnë disa kalcifikate të vogla që janë baza tumorit, ato po organizohen, po bashkohen mes veti, edhe ende nuk është kriju masa. Edhe në këtë rast është mamografia ajo që e diagnostikon, domethënë kur ta diagnostikosh një paciente të tillë në këtë fazë ti ke bë mrekulli. Për arsye se është një sikur ta operosh një zor çorre që i thojmë popull, po apendicit. E heq edhe e ke kry procedurën komplet. Edhe kështu unë mendoj që ekzaminimet e tilla do duhet bëhen në të njëjtë ardhme me screening nacional. Screeningu nacional, domethënë është se pacientët tona ende nuk janë të ngritur, do shta në zonat më të larta rurale apo nuk do të thotë edhe qytetit ka shumë, që nuk shkon te mjeku derisa nuk ka dhimbje ose nuk prek diçka. Pyetjet më të shpeshta që kur gjejmë stadë më të avancuara pacientës thotë, po doktoresh mos po mdhem. Mëse më shku te doktori. S'kam pas probleme, as kam pas dhimbje, as kam pas të lashe të tjera, vetëm se është bë më e fortë. Gjini është bë më e fortë edhe nuk kam këto ka ndodhur, nuk them që ka ndodhur veç mosha të vjetra. Kemi edhe mosha të reja që kanë ardhur sot jashtëzakonisht të avancuara. Jashtëzakonisht moshën në 30 vjeç pacientët kur është bë diseminimi apo shpërndarja të tumorit në gjitha pjesët e trupit, edhe tumori ka dalë jashtë. Që për neve është jashtëzakonisht e dhimbshme. Të shohsh një moshë qoftë 80 vjeçare nëse është me orën e situatë është e keq, e lemo një moshë 25-6 vjeçare. Sigurisht. Po apo e ndryshon inteligjenca artificiale mënyrën si punon një radiolog sot? Inteligjenca artificiale, ajo që neve na është referuar dhe që na ajo është propozu, është që me inteligjenca artificiale të vendoset të aparatet për shembull me rezonancë magnetike, në mënyrë që të përmirësohet rezolucioni i imazhit, cilësia e imazhit. Okej. Por që me pas më të qartë imazhin. Me jep, domethënë me humbat pjesën e artefakte, me pjesa të lëvizjeve, apo diçka ngjashme në mënyrë që me kon shumë i qartë, i pastër, ne i them si pasqyrë me po me kon shumë e pastër imazhi. Mënyrë që me kon shumë më e qartë edhe interpretimi i imazhit, se shpesh kena për shkak të pacientët që vendosen rezonancë magnetike frymarrja nganjëherë shpeshtohet për shkak hapësirës së mbyllur. Ajo është e hapur në pjesë mrapa, por se domethënë edhe ka hyrë edhe ka dalë është e hapur vetëm se është afër pjesa hybjes ballore është e hapur, është e mbyllur dhe për këtë arsye krijon artefaktet e frymarrjes janë jashtëzakonisht shpeshta. Janë shumë që lëviz pacientit, sidomos të abdomeni i sipërm. Për këtë arsye edhe nuk rekomandohet edhe mushkrit të bëhen me rezonancë magnetike përveç me diastinu që është pjesa qendrore që mund të bëhet për arsye se frymarrja nuk jep imazh të mirë. Për shkak të emocioneve ndikon, stresit, vetë frymarrja normale, në rezonancën e mushkrive jep atë pjesën e lëvizshmërisë dhe nuk jep imazh të pastër në të cilën do dënin për diagnostikim më korrekt. Po si ndikon mënyra jetesës kur bëhet fjalë për ushqimin, duhanin, aktivitetin fizik në pamjen e organeve që ju shihni domethënë përmes imazheve? Nuk është që janë të lidhura imazhet me pjesën, po për shembull nëse kemi të mëlçia, nëse kemi pacient që dallojnë është depozit, domethënë është filtri i krejt organizmit të njeriut. Dhe shpesh depozitohen pjesë të këqija, në këtë rast yndyra, depozitohet në mëlçi, është filtri i organizmit, sikur veshka që eliminon produktet e langshme, produktet tjera eliminohen e ka mëlçia, filtri i këtyre dhe nëse pacient që janë për shkak mos keq ushqyeshmërisë, pacient që kanë gjenetik, se nëse kanë familje dikon që ka probleme me yndyrën, yndyra në gjak pastaj përcjellet edhe me yndyrë në mëlçi. Edhe pastaj kanë domethënë dhjamosjet e mëlçisë në baza gjenetike që shfaqet mosha më të reja. Kjo është pjesë sidomos të ata që ushqen, nëse nuk ka të bëjë me gjenetikë, bëjmë me kequshqyeshmëri, ushqimet e shpejta, pijet me gaz. Pijet me gaz janë jashtëzakonisht dëmshme, se përveç që kanë edhe shumë sheqer, janë pijet energjike që janë të dëmshme në këtë pjesë. Kryesisht ushqimet që rekomandohen për një jetë shëndetshme gjithmonë ato që janë të zira, që janë sallatat e ndryshme, po gjithmonë të pastruar shumë, pastaj janë frutat që duhen jashtëzakonisht shumë që të përdoren. Por kemi popullata jo njihet si popullat që do mbrumin shumë, që do mbrumin shumë edhe e kemi në sofrën tonë nuk shtrohet asnjë gjë pa e pas një pjesë të brumit, qoftë dhe buka në tavolinë. Buka në tavolinë dhe sidomos buka e bardhë. Buka e bardhë, dhe ajo është pjesë që ndikon pak a shumë në ajo pjesë ka edhe pjesë përveç që ka karbohidrate shumë ka edhe sheqer. Pjesën e vet që është në një mënyrë edhe dëmshme për shëndetin.
Edhe kjo është mënyra që sa do ku do, ndërsa duhanxhit janë të prirur ndaj me pas probleme me mushkri. Mund të kenë, por nuk do të thotë që një pacient ndodh që mos ka pi kur në jetën e vet. Por e ka të Edhe probleme. kanë probleme me mushkri që janë në baza tjera të zhvillimit. Kemi përveç duhanxhive aktiv, kemi duhanxhi pasiv. Ata që nuk pin, por e pin përmes ajrit. Nëse qëndrojnë në një mjedis ku pihet duhani, ndoshta edhe vetë puna e obligon nuk fatkeqësisht po. Kohët e fundit me një ligjin e fundit për të Ministria e Shëndetësisë këto që është ndalu pimja duhanit në hapësira të mbyllura është bërë jashtëzakonisht mirë. Shumë punë e mirë. Është bërë shumë punë e mirë për arsye se nuk lejohet më pimja duhanit në hapësira brenda dhe për ata për jo duhanxhit është shumë mirë, ndërsa duhanxhit pak e kanë atë pjesën që do dalin jashtë, pini cigare dhe pinë më në atë aspektin shëndetësor për ta është shumë më mirë për arsye se dalin më rrallë, pinë më pak cigare. E vërtet. Çfarë risish apo pajisje është reja mendoni se do të jenë të rëndësishme në të ardhmen e afërt për vendin tonë, me qenë dhe pjesë e radiologjistë të QKUK-s? Pajisje. Domethënë çfarë do duhet QKUK-ja apo për moment screening? Screeningu do duhet të vazhdojë në nivel shtetëror. Po. Nuk bëhet vetëm QKUK, ajo bëhet në nivel shtetëror. Screeningu, vitin e kaluar kemi janë punuar edhe vite përpara. Po edhe vitin e kaluar kemi punuar në 3 projekte të screeningut. Domethënë, un kam qenë pjesë e screeningut nacional për kancer gjirit, është screeningu nacional për kancer qafës mitrës dhe për kancer kolorektal të zorrëve. Për arsye se llogariten si 3 kanceret më të shpeshta në të cilat ka nevojë për screening nacional. Edhe ekzaminim mosha më të hershme në mënyrë që me eliminu mundësinë e shfaqjes së një nuk mundem me ndal shfaqjen e një tumori, por mundem me diagnostiku në faza të hershme. Diagnostikimi në faza më të hershme është trajtimi shumë më i lehtë, mund të kaloj vetëm me një procedurë operative dhe mos ke nevojë për kemioterapi, që është pjesa më e vështirë e pacientëve, për arsye se është një terapi shumë e rëndë që ju shkakton shumë sfida pacientëve. Nëse do të fillonte një screening për kancer gjit, ajo është bëhet në nivel shtetëror. Si funksionon? Domethënë shteti e ka marrë projekte se duhet si duhet funksionon. Është niveli statistika që duhet të nxjerrë të dhënat e femrave të cilat për shembull flasin e kancerit gjit që duhet të bëjnë mamografi që ne kemi marrë moshën 45-55. Moshë mesatare. Kemi marrë një moshë të cilët duhet për herë të parë të fillon screeningu vetëm 45-55 për screening nacional të kancerit gjit. Pastaj vendoset tereni, janë mamograf fatmirësisht se unë jam pjesë edhe kur kanë filluar mamografi mobil 2014, kanë punuar për asaj kohe, kur është bërë ne quajmë screening i vrasht. Për arsye se janë bërë shumë qytete, kena qëndruar me muj në për qytete, por nuk kanë qenë pjesë këtë banor se nuk mundesh të bësh një screening komplet se organizimi ka qenë nivel komunal. Më thonë, ne kemi kryer punën profesionale ndërsa për ftesën e pacientëve dhe ato kanë pas nivelet komunale për pacientët e vet. Dhe ndërsa kur fillon me një screening nivel shtetëror, pastaj është enti statistika që ti ofron dhënat dhe çon ftesat secilës grua që ka moshën 45-55 dhe ajo është obligim shtetëror që ki me bë se do t'i japsh përgjegjësi shtetit pse s'ke shku me bë një ekzaminim të tillë. Atëherë unë mendoj që do të diagnostikojmë fazat e hershme shumë paciente. Se po të flasim për asaj periudhe, domethënë është ngrit dërgjegja e pacientëve. Pe 2014 që 11 vite që ka filluar me mamograf mobil, kemi shumë më shumë kërkesa për mamografi, por jo aq sa do dëshironin. Jo në ato faza që ne do dëshironim të diagnostikojmë. Unë sot do të pritja që mos kemi paciente që të vinë në fazat kur tumori ka dalë veç jashtë kontura që shihet edhe me sy. Ose ndërsa në aspektin shtetëror ka bërë shumë progres të madh. Janë pajis shumica e qyteteve. Po thuaj se gjitha spitalet, përveç spitali Gjakovës që ende nuk ka mamograf statik, po është në QKMF në Gjakov. Është e mjaftueshme për momentin, besoj. Kanë shumica ndërsa qytetet që nuk kanë spitale kanë QKMF, po thuaj se gjitha qytetet kanë mamograf statik që vendosin ato, ose kanë qytetin e afërt, qytetet e vogla që janë. Është bërë një progres jashtëzakonisht i madh në furnizimin me aparatura të këtyre aty që nuk mund të kemi ankesa të qytetarëve që nuk kemi mamografi nëpër komuna në pamundësi domethënë për të ardhur vetëm Prishtinë. Janë është bërë një progres përpara kemi pas shumë kërkesa për shumicës qyteteve. Mirë, po ka ankesa të listës pritjeve për secilën procedurë, jo vetëm mamografi. Jo, kemi mamografin kur kemi ekziston kjo ende sot kur flasim? Kemi vetëm të rezonanca magnetike. Po. Për arsye se është më thënë, ndërsa te mamografin
kemi kemi startu tetorin me 0 pritje. Okej. Kemi fillu tetorin me 0 pritje, për arsye se qyteti i Prishtinës posedon edhe 3 mamograf tjerë në nivel komunal. Po. Por kërkesat në tetor janë rrit jashtëzakonisht shumë që e kanë bërë deri fundi nëntorit. E ka lutë efekti edhe i vedisimit të muajit roz. E bën muaj tetor, e bën dë vetën. Gjithmonë do të ndiset një dritë që qytetarët aktivizohen. Diskutimet e mia shpesh në emisionin se jam pjesë për 2014 vazhdimisht, sidomos muajin tetor, kam bën një kërkesë që t'jenë mos të ndohet vetëm muaj tetor, po që diskutohet mediatik fjalë. Po, sepse media është zëj fuqishëm që ndikon në edhe sot që po flasim, na dëgjojnë shumë qytetarë cilët kanë interes për temën që jemi duke diskutuar bashkë. Edhe pacientët në farë mënyrë e zgjon atë pjesën e fjetur të pacientëve, e zgjon edhe pacientin vendos që do të shkon është tetori që të shkon për ekzaminim. Dhe këtë mënyrë neve na është dashur. Por është dhe nëntori, është dhe dhjetore, janë gjithë muajt e vitit që ne kemi kohë sa të duam që shkojmë bëjmë një mamografi. Radiologun janë 12 muaj është në pritje të një diagnostikimi. Diagnostikimi të hershëm. Po ta diagnostikosh në fazën e hershme, vetë pacienti të thush është kancer për shkak. Pyetja parë tash se pacienti varet në mënyra ndryshme, duhet ta gjesh mënyrën që do t'i përgjigjesh. Të japsh një informatë. Kush e thot këtë fjalën mendimtare që është kancer, radiologu apo onkologu? Radiologu nuk e thot. Për arsye se radiologu ka për detyrë, mi thanë se do t'ja shërën. Është një ndryshim të cilin është i vendosur në këtë pjesë të gjirit. Për shembull, marrim gjirin si pjesën më e jashtme të trup. Jep informata të përgjithshme, po jo specifike. Po jo me diagnozë të saktë. Për arsye se pacienti do t'i shërosh se ti do t'i thuash patjetër që do të bësh biopsi. Edhe kur ti thuash që të bëj biopsi, pacienti do t'i japsh një shërim pse do t'ja bësh biopsi. A është se pyetja parë do të thotë me njëra është kancer. Nuk mund t'i thuash që është kancer përdesa është mikroskopi ai që vendos se cili lloj është, edhe çfarë lloj është, a është kancer tamam apo jo. Për këto janë procedurat të cilat hap pas hapi duhet t'i ndjekësh për arsye se nuk mundesh t'ia vërtetosh 100%. Edhe pse gjetjet e radiologut dyshimi kur është dyshimi i lartë nuk dështojnë. Por nuk është e jona që asnjëherë derisa të vërtetojnë mikroskopi. Se ka shumë ka 2-3 diagnoza të përafërta që mund edhe një absces shpesh jep një pamje të ngjashme për shembull ultrasonografike, me ultrazon të ngjashme me kancerin. Por derisa se vërteton të kundërtën, ti do të thosh është një ndryshim, por do ta presim rezultatin e histopatologjisë ku është marrë përmes biopsisë dhe pastaj ta shohim se si do të shkon tutje. Shpesh një numër i madh i pacientëve është kthehet në apo një pjesë e madhe me njerëz që marrin rezultatin me një drejtor në onkologji ose në kirurgji. A është e gabuar ky drejtim? Pari është dashur të konsultohet pari me radiologun. Esenca për cilat pika konsultimi? Cila është pika? Esenca se tash mbas gjetjeve ti duhet të drejtosh ose te onkologu ose te kirurgu torakal. Radiologu duhet ta udhëzoj. Duhet t'i tregoj se diagnozën e ke marrë. Është diagnoza që kemi dyshu, jo kemi prit, po kemi dyshu, dhe pastaj mbas shpërndamjes së smundjes. Të vendosësh a do të shkon në trajtim onkologjik, për arsye se tumorët që janë në stade më të avancuara, shkojnë me onkologji, ose do të shkon në kirurgji. Ajo që do duhet i ekzistonte nivelin ton, nivelin shërbimeve terciare, do të jetë niveli tumor boardeve, për të cilat ekzistojnë konziliumet, por nuk ekzistojnë tumor boardi. Nëse do të ekzistonte një tumor board, pastaj pacienti nuk do duhet, do t'i dorëzonte dokumentat në onkologji, dhe pastaj onkologu do i ftonte të gjitha profesionet, siç janë kirurgu torakal, kirurgu plastik, radiologu, patologu, në një konzilium të përbashkët ku do të vendosej se pacienti do të shkon në trajtim operativ apo do të shkon në trajtim neoadjuvant, si quhet, nga ana onkologut, që të zvoglohet tumori, për arsye se masa e madhe për shpërndamje në gjandra limfatike nuk mundet të shkon me njëherë në operacion. Për arsye se nëse është i përhapur pa e lokalizuar, duhet kur aplikohet kemoterapia neoadjuvante, zvoglon tumorin, e kufizon edhe e eliminon gjandrat limfatike. Edhe këtë mënyrë e bën më të çastshëm dhe më të lehtë intervenimin operativ pa mundësinë e mbetjeve të tumorit të ndonjë pjesë të vogël të tumorit që do të reaktivizojë një të ardhmë të afërt. Saktë, sqarim shumë përmbajtësor për gjithë ata që ndoshta edhe sillen rrugëve të klinikave pa e ditur saktë se ku duhet të shkojnë dhe të sqarohen dhe të udhëzohen për rrugët që të marrin tutje. Unë veç edhe një gjë do ta cekë, domethënë unë them, duhet të jemi do të jetë një organizim. Ky tumor boardi që ekziston, domethënë i mbledh dhënat e pacientit, ekzaminimet,
dhe pacienti jo të vrapojnë nga një derë në tjetrën vet, por të jemi na si grup i profesionistëve shëndetësor që vendosim sakt dhe në fund e merr përgjigjen përmes onkologut se ku do të shkojë tutje. Po. Do të thonë organizimi veç se ekziston, mirë po duhet vendisimi i qytetarëve që të ndalojnë dhe të presin udhëzimet e qarta të profesionistëve mjekësor. Konziliumet ekzistojnë, por tumor boardet ende. Okej, po e sqarove edhe këtë pjesë. Mirë, doktoresh, a ka ndonjë rast klinik që ju ka mbetur veçanërisht në mendje gjatë tërë punës suaj? Ka shumë. Ka shumë raste që më kanë mbetur në mendje, edhe ka njerë, me thënë, është një pjesë që t'japin shumë sfidë të rëndë jetësore, që e përballon pak edhe përkundër që je profesionist shëndetësor, që mundosh mos me marrë me emocione, nuk mundesh me te kalu pa emocione. Që se jemi njerëz. Jemi njerëz edhe ne pavarësisht si punojmë. Është pjesa nëse flasim të kancerologjisë, kemi shumë të fëmijët, se unë punoj edhe me fëmijë shumë. Kam shumë raste, kam bë biopsi të fëmijëve shumë, po ata bën anestezian të përgjithshëm. Edhe për këtë arsye nuk mund të përjetojnë edhe dhimbjen se si ndodh. Se për arsye se fëmia nuk mundet me një injeksion t'ja bësh, e përballon me vështirësi se mos të flasim për biopsia që janë procedura më komplekse. Edhe lëvizja nuk lejohet. Ndërsa kur flasim të kancerologjit, kam 2 mosha të reja që i mbajnë mendjen time, shumë, që e mbaj të gjithë, po ato kanë qenë pjesa më e vështirë, një ka qenë ndoshta para 6-7 viteve moshës 30 vjeçare, që ajo më nuk është në jetë. Ka ardhur në stadin fundit jashtëzakonisht të vonë të diagnostikimit të kancerologjisë si një paciente në klinikën e neurologjisë me probleme në tru, dhe për shkak të tyre ka humbur edhe të pamurit. Janë bërë ekzaminime të shumta, por nuk kanë gjetë në një bazë në fillim se pe cilës pjesë po i vjen. Rastësisht kur kanë ekzaminuar apo ndru, kanë pa një formësim të kurrje të gjirit, dhe është na kanë thirrë neve në klinik, a mundeni marrë parasysh se pacientja është për momentin e verbruar për shkak ndryshimeve që kanë ndodhur në tru. Kem bën një ekzaminim dhe kur kam pacienten kam vendosur se do të më bëni biopsi të gjirit që të vërtetohet origjina natyra parasysh se trajtimi onkologjik nuk mund të fillon pa një biopsi. Pas trajtimit që kem bën me biopsi, pacientja vetëm në sen që mboj fjalët e saj që janë shumë emocionuese, shumë të rënda, thotë doktoresh, thotë veç një sen kisha dashur që një herë të më kthehen sytë edhe të muj me të pa. Ka qenë një jashtëzakonisht prekse, për arsye se jena mundu me trajtu në atë mënyrën më njerëzore, të e marrë me të mirë secilin sen, të e qetësu ka dalë që të jap anestezion, vis tregom se kur ato, më thonë, e ka kalu pa dhimbje, pa stres, pa ato, më thonë me fjalë të mundu me përgatit keq stafi. Ma qetë edhe ka ardhur finalja që është origjina ka qenë e kancerit dhe metastazat në tru apo ndryshimet që kanë shfaqur në tru kanë qenë pe kancerit të gjirit. E cili unë them kur kanë filluar me marr ka qenë shumë e vështirë me marr biopsi, se ka qenë tepër i të kurrë, tepër e fortë gjiri dhe shumë e vështirë me marr si biopsi. Dhe sa rasti i dytë ka qenë një rast i moshës hala pak më të re, që më ka ardhur me kancer të exulcerun, që i thojmë ne, po dalin jashtë krejt gjirit, i cili vazhdimisht gjiri ka qenë shumë i gjakosur dhe ndryshimet kanë qenë të përhapura në krejt trupin e. Asaj edhe mosha saj ka qenë 26-7 vjet. Ja, ka qenë shumë e vështirë ta përjetosh, jo, tash këto janë raste pak të them mosha të reja. Që edhe kanë mbetur në kujtesën tuaj. Edhe besi se ne kemi raste të ndryshme, por e dhimbshme pse një moshë e re ka ardhur në një diagnostikim, në një fazë aq të vonshme për diagnostikim. Kur ka mujtë të ndihmohet shumë më herët, ti jepet një shans e jetës shumë më e mirë. Dhe sa rasti është i vitit fundit, dhe ajo është duke u trajtuar ende, shpresojmë një përmirësim. Unë vazhdimisht jam kontakt me mjekun onkolog të saj, i cili e përcjell dhe çdo muaj vazhdimisht i shkruaj pyes si është me pacientja. Se gjithmonë kam pas frikë se nuk do të shkon mirë. Po për momentin ende është duke u trajtuar dhe po besoj që të shohim tash në të ardhmen si ka me qenë prognoza e saj. Me shpresën që do të shërohet. Me shpresë shpresojmë edhe neve, por ka qenë një stad jashtëzakonisht i avancuar edhe të shohim. Ndërsa te pjesa e fëmijëve është pjesë jashtëzakonisht e ndihshme, është pjesë shumë e vështirë. Jo e vështirë për diagnostikim, por është vështirë në atë aspektin emocional po sado kudo se shpresojmë prindit ballafaqimi me prindit vetëm një përparësi e radiologut është në shumicën, shpesh në shumicën e rasteve, disa që nuk punojnë metoda pa
që nuk ka nevojë prezencë siç është ultrazani apo te biopsia në këtë rast nuk jeni në kontakt direkt. Edhe interpretimin e bën mjeku klinicist e rezultateve. Ajo është pjesë, o thamë çuj përparësi se mund ka ndodhur në përvojën tem shpesh ka ndodhur me kollabu, mërzu, kur e ka marrë një informat edhe pse në fillim nuk i themi që është, thash edhe më herët që nuk i them që është për shembull kancer. Parasysh se duhet metoda biopsi, duhet metodë tjera që me vërtetu se natyrën. Nuk është gjithçka tumor malin. Shpesh kanë shpamje të ngjashme, por derisa zvërtetohet e kundërta gjithmonë rritet dyshimi dhe nuk do t'i lesh rastit asnjë gjë. Doktoresh, çfarë do të këshillonit studentëve të mjekësisë që mendojnë të ndjekin rrugën e radiologjisë? Kur mëse mena 2 herë, me zgjedh radiologjinë. Radiologjia është drejtim jashtëzakonisht i mirë. Është drejtim që ka vazhdimisht ka metoda të reja, po progredon jashtëzakonisht shumë botë, është pjesa intervente. Unë kam thënë edhe përsëris vazhdimisht se për shembull QKK-ja, ku është klinika radiologjisë, duhet me kohën të ndahet vetëm shërbimet e nivelit terciar. Por ende përderisa Prishtina, qyteti i Prishtinës nuk ka spital regional, QKK-ja i bën të dyat, edhe nivelin terciar edhe nivelin sekondar. Ato që bën janë për shembull është radiologjia intervente endovaskulare. Kur është trajtimi përmes enës gjakut tërhiqet trombi apo mbyllja e enës gjakut, ai pjesa e trombit që mbyll enën e gjakut në tru dhe ja ofron mundësinë një pacienti për një jetë më të mirë. Do thon pa invaliditet. Është me procedurë intervente të cilat zhvillohet edhe në klinikën tonë. Pastaj procedurat që mendojmë të ardhmen që duhet të zhvillohen janë është edhe ato pjesa e aneurizmat, po zgjerimet e enëve gjakut të trurit, që bëhen në region edhe shpresoj që në të ardhmen të afërt do të fillojnë parasysh se gjeneratat e reja mundsohet edhe niveli i spitalor ka ndonë një pjesë të pjesës për trajnime, që ju dedikohet stafit për trajnime. Unë mendoj se gjeneratat e reja se sa do të dedikon, më thon pjesa e profilizimi edhe pastaj dedikon vetëm për një procedurë intervente. Edhe pse ende për shembull nëse ndodh që rje kujdestarti nuk e ki pamundur të merresh me krejt procedurat radiologjike. Se është pjesë nuk mundet që janë vetëm 3 radiologë që mbajnë 24 orë shërbimin e kujdestarisë. Edhe kështu që është pjesë që duhet, ama radiologjia asnjëherë, nëse vetë pak mendon që diagnostika është e mirë, unë them që është jo e mirë, po është jashtëzakonisht e mirë dhe jashtëzakonisht drejtim është qendra e gjitha drejtimeve. Me shpresë që studentët në këto momente janë duke na dëgjuar mesazhin që edhe si me një pikë në fund, domethënë rruga më e mirë për specializim është radiologjia. Nëse vetëm pak e mendon diagnostikën. Mos e mendoni 2 herë, shumë mirë thatë. Asnjëherë mos e mendon unë vetë kam qenë e pjesë që kam bë në fillim e kam pasi alternativë të dytë, thash, e kam pas alternativë të dytë, por mas fillimit të specializimit, jo fillimit të punës. E kuptuat sa e rëndësishme është. Edhe nuk e ndroj asnjëherë. Nuk jam pishman pse kam vendosur radiologji. Doktoresh, shpesh njerëzit thojnë skaner për çdo gjë, a është gjithmonë e nevojshme që të bëhet skaner? Shumë pyetje me vend edhe shumë pyetje nevojshme për që të diskutohet. Ne shpesh i diskutojmë edhe me shërbimin e emergjencës edhe me të gjithë. Ka shpesh që nuk është e nevojshme gjithë ato që bëhen. Por ne jemi ta kryjm punën. Edhe shërbimin emergjent na nuk çdo raport mjekësor që na vjen me shërbim të emergjencës se duhet bëhet, nuk është radiologu që mund ta kthejë. Do të thonë është vetëm se klinicisti duhet të vendos a duhet apo jo. Por unë mendoj që duhet edhe në këtë vend duhet të sqarohet edhe pacientit që cilat janë edhe efektet anësore të saj. Edhe a duhet bëhet apo nuk duhet bëhet. Pse duhet bëhet nuk është për shembull një CT ose një rezonancë, nuk duhet bëhet pa një ultrazon, pa një rentgen, pa një procedurë tjetër diagnostike që është më e thjeshtë edhe më e lehtë. Të vendoset me to pasaj të vendoset a duhet bëhet rezonanca. Për shembull të rezonanca magnetike shpesh asnjë procedurë s'është bërë dhe shpesh vin kërkesa që bëhet rezonanca magnetike, që nuk është korrekte. Por ballafaqimi direkt me pacientin është shumë i vështirë. Për arsye se pacienti menjëherë thotë ti s'po don më bë. Atë menjëherë vin rrjedhin pyetje për kësaj se thotë ti po do më çu te privati, që s'është e vërtetë. Si e thash, unë kam qenë periudhë menaxheriale dhe kam marr 13 muaj e kam pas listën e pritjes rezonancës magnetike. Kam punu me 2 rezonanca në fillim, pastaj njëra ka psu defekt për shkak disa vërshime që ka pas me një rezonancë, kena punu. Asnjë pacient s'o kthy që ka qenë i caktuar në të dyat. Nuk e di çush ja kena dal, faleminderit stafit edhe teknik edhe profesional mjekëve,
për arsye se e kena mbulu dhe pastaj me fillimin e rezonancës edhe në pediatri, rregullimin e rezonancës tjetër, që në klinikën e onkosh me lokacion në klinikën e onkologjisë është bë punohet rezonanca punon në 2 ndrime, punohet 7 deri 19. Më thënë se klinika e radiologjisë punon me një orar më të shkurtuar për shkak të efektit të rrezeve X, për shkak se të gjithë punojnë me CT, se puna në radiologji shkon me rotacion. Është organizuar, nëse sot jenë rezonancë, nesër jenë CT dhe gjithë punojnë me rotative dhe secili ka mënyrë nështru e rrezatimit ionizues, e më shumë stafi teknik. Për arsye se ata janë direkt në burim me pacientin, përveç te pjesa e radiologëve intervent, i cili punon dhe i detyrohet vazhdimisht të jetë brenda ekzaminim, qoftë me CT, qoftë me fluoroskop, për arsye se do të jetë prezant pranë pacientit, bën ekzaminimet, do të nështrohet eksponimit edhe me pa tutje se si po shkon procedura, edhe ajo është nështruar non-stop rrezatimit ionizues. A rrezikon dhe stafin këtë proces rrezatimeve? Stafi ka mjetet mbrojtëse që duhet t'i përdor, sidomos nëse punon në radiologji intervente endovaskulare, punohet përmes enëve të gjakut. Atë domosdosh edhe kanë dozimetrin, i cili nuk të alarmon, por nëse matat një herë në muaj, dhe të cilin t'jep informatat në fund se i kete i kalu apo nuk i kete i kalu dozën e rrezatimit. Nëse kete i kalu se për dallim pe popullatës zakonshme, te ne është 10 fish doza më e lartë e lejueshme punëtorëve të radiologjisë. Për arsye se është për shkak se ne marrim rrezatim ionizues që nuk pjesën e rrezeve sekondare. Se në radiologji nuk ka një aparat që nuk punon, nuk është rrezatim. Kena pas debat edhe me staf tjetër profesional kur ka thonë pse është vendos aparatin që nuk punon në filan kabinet dhe jeni atë rrezikum për rrezatimit. Jo, nuk nëshon një aparat i radiologjisë, unë i tham nëse nuk e shtyp pullën për eksponim, ai nuk nëshon rreze. Nuk nëshon rreze, për arsye se çashtu është i dedikum për dallim, për shembull, nëse jemi te mjekësia nukleare, kur të cilin pacienti dozën e merr për substancë për ekzaminime, vetë pacienti eliminon, domethënë rrezaton substancë radioaktive. Doktoresh, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit Shëndetin Rend Parë, që ndam bashkë informacionet nevojshme për gjithë qytetarët dhe audiencën tonë dhe ju uroj suksese dhe punë të mbarë në radiologji, në punën që ju e keni zgjedhur tashmë dhe jeni bërë pjesë e saj. Faleminderit shumë për ftesën, ishte një ekserci, unë jam ndi shumë mirë, kam domethënë një bisedë shumë e kasë, ndoshta mbrijat pjesën që kam emocion dhe është pjesë e pasionit të. Patjetër. Dhe mban vazhdimisht flas për to për arsye se është një pjesë, është një pjesëve, është një diagnostik jashtëzakonshme, është ndihmë për gjithë stafin, edhe gjithë profesionistët e tjerë shëndetësor. Sidomos për pacientin kur do ta orientosh se si ku do të shkon, si do të trajtohet dhe si do të ecë historia e tij. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me Shkëndije Nuzën, doktoresh, specialiste e radiologjisë. Ne do takojmë në epizodat tjerë të podcastit Shëndetin Rend Parë nga unë Elfie Boletini Bejtullau. Gjithë mirat.